jo vetëm në atë ministri, po gjithë ministrat bëni bashkë, nuk kanë kriju vepra më të mëdha se sa lideri Fatmir Limaj, sepse ky është njeri i vendimeve të mëdha. Lideri Limaj në raport me lider tjerë, politikaj tjerë, është jo një hap, po shumë hapa para tyre, me vizionin e tij, me vigjilencën e tij, me vendosmërinë e tij në raport me tjerë. Këtë e ka dëshmuar ndër vite. Prej gjatë luftës, si një komandant i shquar, si një trem, si hero tashmë i gjallë, pastaj në themelimin e institucioneve, bartës i gjitha zhvillimeve të themelimit të shtetit, është njëri prej ministrave më të shquar, i cili ka lënë vepra të mëdha që sot dhe asoj dite, jo vetëm në atë ministri, po gjithë ministrat bëni bashkë, nuk kanë kriju vepra më të mëdha se sa lideri Fatmir Limaj, sepse ky është njeri i vendimeve të mëdha, ky ka vepra të mëdha. Dhe këtë e thash për faktin se lideri Limaj ka po pak më larg. Ty ta ka gatu brumin elektorati, të ka dhonë aq mundësi. Do të thotë 42 deputet ja ka dhonë vetëvendosjes, ja ka dhonë edhe opozitës. 42%, 48%, po, falë. Dhe e ka pamundsu këtë gjatë të tillë. 3 vota të nismës kanë qenë vendimtare. Fillimisht lideri Limaj u shtul me opozitën, kemi marrë një vendim në kryesi të nismës për me bashkëbisedu me opozitën dhe është taku me liderin e Partisë Demokratike, me Emri Krasniqin, i cili kanë qenë takim konstruktiv, por ju e dini mirë pastaj që LDK-ja është betonu, do të thotë në kërkesat e saj dhe kështu opozita nuk ka arrit me bë atë boshtin opozitor që me themelu qeverinë dhe kemi ardhur para një situatës, e kemi shtjerë, do të thotë edhe e kemi maltretu qytetarin, e kemi stagnu vendin, tash thuajse 10 muaj po bëhen, do të thotë s'kemi asnjë lëvizje, dhe çka kemi bërë me këto? Unë them që kemi ardhur prap pozitën e njëjtë dhe kemi ardhur sepse nuk ka një ndryshim, nuk pam një ndryshim. Do të thotë krejt kjo ne kemi menduar se me të vërtetë do të ketë pasi të shkohet në zgjedhje, pasi të shpallet zgjedhjet faktikisht, shpërbahet ky parlament, ne kemi menduar se do të ketë organizim të opozitës. Po ja që përsëri është e njëjta gjendje dhe unë jam goxha pesimist në këtë drejtim që mund të kemi zgjedhje duke pas fort, parasysh faktin se në mars pritet dhe i ska dënë mandati presidentës dhe në këtë gjendje të cilën jam pesimist që mund të bëhet zgjedhje. Kështu që pritet që me pas prap zgjedhje. Dhe çka po bëjmë na? Pas por zgjedhje brenda një vitit. Ky është një maltretim, ky është një kosto që i kushton buxhetit Kosovës, ky është një stagnim, ky është një jo seriozitet i leadershipit kosovar në raport me miqtan, të cilët na kanë ndihmuar që ne të jemi këtu deri sot ku sa jemi rrit.